Si ndjeni sot, kur keni hyrë në parlament? I gatshëm për punë. I gatshëm për punë. Por Çfarë në- pritni nga qeveria e re? Tani gjithë gjërat që ne presim janë shndruara në program qeveritar. Presim që të jetë një qeveri reformatore, kuptimin e mirë të fjalës, marrë obligimet dhe të realizojë ato që ka premtuar në fushatën elektorale, të jetë qeveri e afërt me qytetarët dhe të plotësojë nevojat e qytetarëve. A do të kërkoni nga kolegët e juaj që hapen dyert e parlamentit të t'ju heket me imuniteti? Ta sqarojmë një dilemë, unë nuk i kam kolegat. Absolutisht, pra. Ato janë, Nuk i ato keni janë, kolegë. ato janë kolegë me huliganët, sepse me ato bashkëpunuan. Natyrisht përgjegjësi duhet të kenë gjithë, edhe huliganët, por edhe ato të cilët janë krah me huliganët dhe që nuk A ndryshojnë nga pritni ata. t'ju mirët imuniteti dhe të përgjigjen para ligjit? Në qoftë se do të kishin karakter dhe moral, do duhesh të t'japin dorëheqje. Me Po që nuk e nuk kanë. dhanë, me që Nuk nuk e kanë, natyrisht që do të kërkojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.